kreditimi për çiftet e reja për të blerë një shtëpi që sot është e pamundur. 30.000 çiftet e reja do të mund të përfitojnë nga programi ynë Familje Fort, Shqipëri e Fort, për të themeluar familjen e tyre dhe më pas do të asiston nga programi ynë i bonusit për bebet dhe nuk heqim dorë, edhe kur na përqeshtin, edhe kur na kapjojnë bonusi për bebet do të pespishohet 2.000 euro për beben e parë, 2.000 euro për beben e dytë, 20.000 euro për beben e tretë. Shqipëria ka nevojë për familje që lindin dhe rrisin shtëpi dhe nuk ka gjë më të çmuar se sa të investojmë në këtë lloj familjesh dhe do ta bëjmë. Dreka shtetërore për fëmijët nga klasa parë deri në fund gjimnazit, shtimi me 25.000 mësues të ri dhe rindërtimi i infrastrukturës shkollore për të mundësuar që pas orës 1 deri në orën 4 kur dalin prindërit nga puna, të mësojnë kompjuterin, gjuhët e huaja, të angazhohen në sport, në arte. Është programi më i rëndësishëm dhe është një program modern perëndimor që do të mbështesë familjen shqiptare, nënat shqiptare, prindrit shqiptar dhe do të kujdeset që brezi i ri të rritet pas një mangësi krahasuar me bashkëposatarët e tyre në Europë. Dhe kur hedhin hapin tjetër për në universitet, zotimi ynë programor, i mbështetur me financa, është që asnjë bir dhe bi shqiptari nuk do të mbetet pa shkuar në universitet për shkak të pamundësive ekonomike të familjes vet.